në një atmosferë të veçantë dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga vende të ndryshme të botës. Agjencia Investigative Stop Krimi organizoi samitin ndërkombëtar për parandalimin e kultivimit të drogës, një aktivitet i fokusuar në luftën kundër lëndëve narkotike dhe forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar për sigurinë publike. Aktiviteti u organizua nga bordi drejtues i organizatës dhe drejtori ekzekutiv. Fatmir Sena, i cili gjatë fjalës së tij theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve, organizatave dhe qytetarëve për ndërtimin e një shoqërie më të sigurt dhe larg fenomenit të drogës dhe kriminalitetit. Në kuadër të samitit u mbajtën referate dhe kumtesa mbi temën lufta kundër kultivimit të lëndëve narkotike, ku u trajtuan problematikat aktuale, sfidat e institucioneve ligjzbatuese dhe rëndësia e edukimit dhe ndërgjegjësimit të rinjve. Në aktivitet morën pjesë përfaqësues të policisë së shtetit, personalitete publike, aktivistë dhe bashkëpunëtorë të organizatës. Një moment i rëndësishëm i ceremonisë ishte dekorimi dhe vlerësimi i shumë anëtarëve të organizatës nga vende të ndryshme të botës për kontributin e dhënë në mbështetje të kauzave kundër kriminalitetit, promovimin e sigurisë publike dhe angazhimin në aktivitete sensibilizuese kundër drogës. Organizatorët u shprehën se këto vlerësime janë një simbol mirënjohje për punën dhe për kushtimin e treguar ndër vite. Sipas organizatorëve, si dhe në deklarimet shtesë të bëra gjatë aktivitetit, drejtori i Agjencisë Investigative dhe bordi drejtues morën gjithashtu certifikata mirënjohje për informim dhe sensibilizim në parandalimin e drogës. Certifikatat u dorëzuan nga drejtori i policisë së Gjakovës, në shenjë vlerësimi për bashkëpunimin dhe kontributin institucional. Gjatë ceremonisë u dekoruan shumë anëtarë dhe bashkëpunëtorë të organizatës. Kundërta u vlerësua për kontribut të veçantë edhe kolonel Lumni Gurishta, drejtori i policisë së Gjakovës në Kosovë, për angazhimin dhe rolin e tij në fushën e sigurisë dhe bashkëpunimit institucional. Ndër të dekoruarit u përfshin gjithashtu Vullnet Silaj, i cili mban detyrën e shefit të policisë në Kukës, si dhe Veli Miftari, si dhe ish diplomati Vangjel Mita, të cilët u vlerësuan për kontributin e tyre në fushën e rendit, sigurisë dhe bashkëpunimit institucional. Gjithashtu u dekoruan edhe shumë anëtarë të tjerë të strukturave të sigurisë në vend. Së bashku për një shoqëri të sigurt, samiti përcolli mesazhin e unitetit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër kriminalitetit dhe kultivimit të lëndëve narkotike. Në përfundim të aktivitetit, drejtuesit e organizatës deklaruan se iniciativa të tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen për të rritur ndërgjegjësimin publik dhe për të forcuar partneritetin në mbrojtje të sigurisë dhe rendit publik.